Nxehtësia rekord dhe thellësirat këtë verë, të cilat shkencëtarët thonë se janë përkeqësuar nga groja globale, kanë shkaktuar kaos në prodhimin e energjisë, transportin detar dhe sistemet e shëndetit publik, ndërsa ky sezon i zjarreve është në rrugën e dur për të bërë më i madh ndonjëherë në Europë. Së bashku goditën e ekonominë e rajonit mund të matet tashmë në qindra miliarda euro, vlerësojnë ekonomistët dhe akademikët, por ata paralajmërojnë se ky është vetëm fillimi, pasi kostot do të rriten më shpejt se temperaturat. Klima po ndryshon më shpejt në Europë se sa në çdo kontinent tjetër dhe dëmi tashmë po i tendos financat publike, duke shkaktuar luhate të mëdha në inflacion, rivizatuar hartën e turizmit dhe duke detyruar bllokun të rimendojë mënyrën se si prodhohet energjia dhe si transportohen mallrat. Trafiku në lumenjtë të Rajn dhe Danub, artere kryesore mallrash, është shumë i kufizuar për shkak të niveleve të ulta të ujit. Më shumë se gjysmë dozine gjeneratorësh bërthamor kanë mbyllur ose kanë shkurtuar prodhimin për shkak të vështirësive në ftohje. Vlerësimet e rendimentit bujqësor janë ulur me kulturat e korroravon të tilla si mistri dhe luledielli, që kanë pasur një humbje prej 6 deri 7% në korrik. Vlerësohet se ndalimi i trafikut vetëm në lumen Rajn do ta ulë prodhimin e brendshëm brutë të Gjermanisë, ekonomisë së tretë më të madhe në botë, me 0.3% këtë vit, ndërsa Banka MBH e Hungarisë parashikon një rënje prej 0.1% të prodhimit të brendshëm brutë për çdo javë, që gjeneratori më i madh bërthamor i vendit është jashtë funksionit. Allianz, siguruesi gjerman, vlerëson se vetëm vala 2 javore të nxehtë të qershorit do ta ulë prodhimin e brendshëm brutë të Europës me 0.3% dhe ndryshimet klimatike do të ulin në rritjen prej 5 deri 7% deri në vitin 2030 për ekonomitë më të ekspozuara, siç janë Spanja, Franca dhe Italia. Duke pasur parasysh se zona euro pritet të rritet vetëm në 1% këtë vit, goditja është e konsiderueshme. Europa jugore mund të marrë goditje më të madhe pasi rritjet e temperaturave janë më të mëdha atje, duke ulur të ardhurat nga turizmi, përkeqësuar prodhimet bujqësore dhe nxitur migrimin jashtë vendit. Jugu mund të tërheqë më shumë turistë gjatë gjithë vitit, por kulmet e verës do të ulen ndërsa pushuesit zhvendosen në veri.